Zotë Shej, kjo lëvizje, nëse kthehet në lëvizje politike, pra në formacion politik, që duhet kthehet, edhe sipas meje, që të realizojë këto objektiva, se vetëm me lëvizje në rrugë, lëvizje qartiste nuk përfundon. Do të mrin këtë që kanë mrit deri më sot. As poston ose më saktë i xherr jashtë loje partitë e vjetra, të vogla dhe partitë e reja politike? Po kjo është i fenomen djetë. Atëherë kthehet PD, PS dhe kjo lëvizje e re? Po, sigurisht, kjo të thash është rruga e re, është trajektore, pastaj ai mbieton. Është pjesa indiferente që nuk voton kjo lëvizje, apo është pjesë e të gjithave gjërave? Jo, kjo lëvizje është pjesë atyre që janë aktivistë, fakt, por në forma tjera NGO në bërrym. Ato që e mushin, atje, që bëjnë nuklin. Pjesa që e mbush është pjesa gri. Elektorati gri që Po, dhe ato këtë duhet kuptojnë ta interpretojnë. Që ne jemi këtu, jemi 2-3... Dhe këta duhet ta menagjojnë sa pa u shpërbërë. Që ne jemi këtu 2-3 vetë, që rrinë atje, është i nukull i fortë, i qëndrushëm atje që rrinë, pamërsisht aty në këtë. Po nuk kanë vlerë këto 2-3 vetë, se këto praktikisht bëhen si militant PD-je përse. Që opozitari edhe ato, po s'kan vlerë, se nuk i shkon pjesa gri nga mrapa, ndërsa këtyre i ka ardhë një pjesë e qytetit. Që ajo turme që bëhet atje, 50.000, 20.000, nuk bëhet me këto militante pelikanve, që bëhet për gjëra tjera. Dhe ato du të interpretojnë që këto që në vim për natë tu, me kalamaj për dore, me gratë për krau, nuk kam për tarë vazhdimisht, qofë se nuk shove një shpres, një produkt. Adje.